Falënderoj shumë për prezencën. Natyrisht, lajmi i ditës ishte sot apo jo një marrëveshje koalicioni mes vendosjes dhe degës së LDK-s në Vushtrri, kishte autorizim apo s'kishte? Ende vazhdon të jetë dilema e madhe këtu, zot Xhafi. Po, sot jemi bombardu, si me thonë, prej reagimeve mediave për sa i përket lajmit në Vushtrri. Dhe me thonë drejtën, LDK-ja në Vushtrri është si parti e tretë politike. Sot kemi pas në LDK takimin e parë sa i përket kandidatëve për sa i përket balotazhit, që i kemi 9 kandidatë, dhe fokusi ka qenë me u koncentru në këtë pjesën e balotazhit, me u koncentru në forcat cilat i kemi sa i përket kuvendeve komunale, sepse fokusi i LDK-s për momentin është dhe duhet jetë balotazhi në komunat cilat ne jemi. Ishte befasi e papritur kjo? Po, unë kujtoj që ka qenë një veprim i ngutshëm për momentin, edhe normalisht unë e shoh si të tillë, por unë besoj që do të jetë një veprim i izolum në kuptimin asaj që reagimet ishin nga gjitha anët, pat reagim edhe nga partia, nga dega, e normalisht që besoj që kjo situatë në cilën jemi ne për momentin, duhet të fokusohemi me shpejtësinë, si themi, në pjesën e angazhimit tonë për balotazhin sa i përket komunave të cilat i kemi, sepse kemi komuna shumë të rëndësishme, edhe kjo normalisht do të kalon si pjesë e një sfide përballje të përditshme që kemi. Po dhe kë koalicion ngjalli pakënaqësi edhe brenda degës së LDK-s në Vushtrri. Kemi parë reagimin e 2 asambleistëve të zgjedhura, po ashtu edhe nën kryetarës së degës Rezarta Krasniqit, duke u distancuar nga ky koalicion. Po unë thash që veprimet kanë qenë të shpejta, sepse fokusi ka qenë në komunat ku ne jemi balotazh, dhe secila parti ku është në pjesën e balotazhit, normalisht që me nëntor presim fitore, edhe fokusi është aty, pa i dhënë rëndësi edhe komunave të cilat kemi dalë të tretit apo edhe të katërtit, por në momentin që jemi, normalisht që fokusi jonë duhet jetë përpara me orientim në fitoret e garave, sepse janë gara të rëndësishme për ne, komuna të rëndësishme të cilat ne duhet ja dalim. Për këtë arsye pequj si veprem të shpejt edhe veprem të panevojshëm në këtë situatë, e normalisht që kjo pastaj ka pas edhe reagime të mëdha edhe sa i përket edhe LDK-s edhe degës atje nën kryetarës Krasniqi edhe të tjerëve. Dhe zotja Beqiku pikërisht e ka quajtur këtë çështje periferike për protagonizëm ndër të tjera. Madje ka thënë se do të merren me këtë çështje pas balotazhit. Që i bie mund të ketë masa ndaj zotit Tahiri për këtë marrëveshje koalicioni. Shiqo kushtrem, unë kujtoj që pikërisht çdo koalicion do duhej, sepse jemi në një demokraci, do duhet ketë koordinim pa tjetër në mes të qendrës dhe degës, sepse të gjitha këto koordinime degë dhe qendër pastaj sjellin rezultate për parti në nivel nacional. Kur kemi koordinime të rregullta, këto koordinime pastaj edhe pikërisht kjo është pjesa dhe reagimit që ka ndodhur në krejt skenën tonë. Unë besoj që kjo do të jetë një rast izolum sa i përket pjesës ku jemi. Ishte pak befasi, me thënë drejtën, ne ishim në shtab në Prishtinë duke marrë mbledhjen e shtabit, edhe kur e pam ishte një befasi kjo si reagim, po besoj që do të jetë izolum edhe vazhdojmë tutje sepse nuk guxojmë me hu fokusin në pjesës balotazhit që për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme. Zoti Xhaferi, para se të kisha juve këtu në studio, kisha pikërisht kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të Vushtrrisë, Sulejman Mehollin, i cili ndër të tjera deklaron